Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Teataros. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teataros 2025. Dhe tani do të shikojmë energjinë e ëngjëve, çka thonë mesazhet e ëngjëve për ditën e sotme. Çka thonë mesazhet e ëngjëve për ditën e sotme. Ndryshime të mëdha të lumtura do të ndodhin në jetën tuaj shumë shpejt. Në muajt e ardhshëm, ju do të keni një besërim të botës tuaj të brendshme shpirtërore. Dhe në vazhdimsi, pra në javët e ardhshme, në muajt e ardhshëm, do të merrni një përgjigje pozitive nga ëngjëjt tuaj. Pra, do të ndodhin ndryshime të mëdha të lumtura në jetën tuaj, në muajt e ardhshëm, në javët e ardhshme, që do të merrni dhe një përgjigje shumë pozitive për gjërat që ju doni të keni në jetën tuaj të realizuara. Tani, do të marrim dhe disa nga mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës. Na thonë këto mesazhe, na thot mesazhi i hënës. Në sot të jesh si hëna, ndriçimi i heshtur në errësirë. Çdo net me hënë është një lutje e heshtur në paqe. Hëna është simbol i shndrimit dhe i pranimit të ndryshimit. Dielli. Në çdo lindje, dielli shihet një premtim, do të bëhet më mirë. Dielli është mësuesi më i madh i ndriçimit pa fjalë. Lejoje shpirtin të gjejë dhe të jetë si dielli i hapur dhe i ngrohtë. Yjet. Yjet janë kujtimet e shpirtrave që ende bezullojnë. Një yll i vetëm mund të ndriçojë një natë të tërë. Njerëzit humbin rrugën, por kur yjet nuk e humbin atë. Këto ishin mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës. Faleminderit shumë, miqtë mi.